argumentat janë të natyre tjetër aktualisht. Argumenti që nuk thuhet publikisht ose thuhet me nënkuptim relativisht i maskuar ndaj të vetëve është që shikosen këte janë jemi bashkë, rash unë bim të gjithë. Bim edhe bashkë me mua. Kjo është, si thosha, një mesazh që e thot në një farë mënyrë dhe besoj që përderisa e kemi kapur edhe ne në publik, imagjinoni se si qarkullon ky mesazh pastaj në brenda të vetëve. Dhe nga ana tjetër pastaj është edhe suksesi relativ i asaj tezës që qeverisja e ka nxjerrë prej kohësh, jemi të gjithë njësoj, s'ka dallim. Do thënë, ja i ka unë, po kush do vi. Eksakt. Të tjerët janë më keq se ne, etj. Domethënë, këto janë ato çfarë i kanë mbetur Edi Ramës, përtej pastaj këtyre mbeten vetëm ato instrumentat që ka përdorur në zgjedhjet e fundit edhe që ne i dim. Dhe në këtë situatë, opozita mendoj, në tërësi, opozita aktuale, por edhe çfarë do lloj gjëje tjetër që mund të dali më vonë si forcë, ka një detyrë të jashtëzakonisht të rëndësishme, në fakt, pikërisht që të shkatërrojë të paktën të shfuqizojë, të zhvlerësojë këtë argumente që jemi të gjithë njësoj. Se si do ta bëj, ku t'i gjej mundësitë, kreativitetin, idetë, besueshmërinë, për këtë do duhet ulet të shtrydhi trurin fort edhe t'ja dali që ta bëj. Duke ofruar alternativë, sepse në detyra si narkoshtet, vetëm pas vitit 2021 e kemi dëgjuar për herë të parë në historinë e Shqipërisë. Kjo është detyra e madhe e opozitës. Nëse opozita do ishte një kompani biznesi, një sipërmarrje, në një situatë të tillë, ajo gjë do ishin mbyllur të gjithë drejtuesit e kompanisë bashkë me stafin e tjerë në një retreat në një vend me një mal edhe do kishin qenë duke diskutuar tashin në mënyrë strategjike çfarë do bëjmë në këtë lloj situate. Pra jo thjesht të presim me idenë që kjo qeverisje do dobësohet gjithmonë e tepër e do bjerë ai fiku që është kalbet në pemë, por në fakt se çfarë do të bëjmë. Dhe kjo është pyetja madhore, sepse nëse do të kishim përballë një opozitë të besueshme, të fuqishme, kjo pastaj ishte ajo që do të bënte diferencën. Mos harrojmë që është investuar për këtë gjë mal. Pra, mendoj që është rast unik në Europë dhe në botë ku një opozitë të jetë luftuar deri duke lobuar në Washington për Kjo nuk diskutohet. Unë po them se çfarë është detyra de facto e opozitës. Patjetër, kjo bën akoma më vështirë. Opozita ka punën shumë të vështirë. E the edhe ti dhe e dim të gjithë që është puna shumë e vështirë. Por ama duhet ta bëj. I ka dalë për Zot, duhet ta bëj. Po flas thjesht për Partinë Demokratike në tërësi. Opozita në tërësi, të kuptoj shumë mirë. E kam shumë qartë sepse unë mendoj që ne kemi një sfidë shumë të madhe se sa kjo. Sepse mendoj që e zvoglojmë shumë problemin dhe bëjmë të njëjtin gabim që kemi bërë për kaq kohë duke e zvogluar